Në vijim, do të ofrojmë një konspekt të librit të autores Diana Dark, titulluar Islamesk, The Forgotten Craftsman Who Builds Europe's Medieval Monuments. Islamesk, zejtarët e harruar që ndërtuan monumentet mesjetare të Evropës. Në këtë libër, autoria paraqet një rrëfim ambicioz dhe revizionist mbi historinë e arkitekturës evropiane. Teza e saj kryesore është se stili romanesk, që zakonisht konsiderohet si stili i parë pan-evropian i arkitekturës pas perëndërisë romake, nuk është një fenomen thjesht evropian, por është formësuar thellësisht nga ndikimi i zejtarëve dhe traditave arkitekturore muslimane. Aq vendimtar është ky ndikim sipas autores, saqë sipas saj, stili romanesk duhet të quhet më saktë stili islamesk. Romanesku, shkruan ajo, lindi jo në izolim, por nga një terren i pasur i ndërveprimit kulturor i mbjellë nga mjeshtria dhe artizanati islam. Ajo fillon duke vendosur përparësitë teknike dhe intelektuale të botës islame në shekujt e 10 dhe 11, duke argumentuar se ndërkohë që Evropa vuante nga analfabetizmi dhe propambetja, bota islame kishte arritur nivele të larta në lexim, shkrim, matematik, optik, gjeometri dhe teknika ndërtimi. Autoria mbështet argumentin e saj si në kulturën materiale, ashtu edhe në kontekstin historik. Ajo gjurmon motive arkitekturore si harqet e verbra, zbukurimet me zigzag, kupolat mukarnes dhe dentilet venecian që shihen shpesh në kishat romaneske deri tek strukturat më të hershme islame në Egjiptin Fatimid, Spanjën e Mevite dhe Afrikën e Veriut. Për shembull, ajo lidh modelet dekorative të xhamisë së madhe të Kairawanit në Tunizi me fasadet e kishave normane në Angli. Ajo vëren se elementet karakteristik të stilit norman në Britani dhe Irland, si kupolat e avancuara dhe motivet e ndërlikuara zbukuruese, pa përjashtim rrjedhin nga bota islame, të sjella nga normanët që ishin ndikuar nga stilet arabe që kishin mësuar në Siçili, në Itali dhe në Spanjën muslimane. Në zemër të argumentit të saj është realiteti historik i ndërveprimit kulturor gjatë shekujve të pranisë muslimane në Evropë, veçanërisht në Andaluzi dhe në Siçili. Ajo thekson se pas pushtimit norman të Siçilisë, sundimtarët e krishterë ruajtën zejtarët musliman për të ndërtuar pallatet, kapelat dhe katedralet. Rogeri II, mbreti norman i Siçilisë, punësoi zejtarë musliman për të ndërtuar kapela palatina, duke ndërthuar dizajnin gjeometrik islam, kaligrafinë arabe dhe ikonografinë e krishterë në një monument unik dhe hibrid. Autoria sfidon narrativat eurocentrike, duke ofruar dëshmi anekdotike dhe dokumentare për praninë e zejtarëve musliman në Evropën e krishterë. Ajo argumenton se patronët e krishterë që dëshirojnë të ndërtonin struktura madhështore, kërkonin mjeshtrat më të mirë dhe këta ishin muslimanët. Bota e ndërtimit dhe arteve dekorative në Evropën mesjetare ishte dominuar nga muslimanët, shkruan ajo, duke pohuar se kontributet e tyre ishin të gjëra edhe pse të anashkaluara historikisht. Qëllimi i saj në këtë libër nuk është vetëm të rikthejë drejtsinë historike, po edhe të jap një mesazh për bashkëtesë kulturore në një epokë të përçarjes. Siç shprehet ajo, në botën e sotme të horizonteve që ngushtohen dhe nacionalizmave të ngushta, shkruan ajo, është më rëndësishme se kurrë të kuptojmë se sa të ndërlidhura janë kulturat e botës dhe se sa shumë i detyrohemi njëri tjetrit pavarësisht faktit se vijmë nga raca apo fe të ndryshme. Pavarësisht ambicjes dhe rëndësisë morale të tezës së Dark, zbatimi i saj shpesh dëmtohet nga egzagjerimi, përzgjedhja selektive e burimeve dhe nënvlerësimi i shpjegimeve alternative. Kritikët kanë vënë në dukje se ideja e saj qendrore, pra se dedikimi musliman në arkitekturën romaneske është më i madh se ç'është pranuar zakonisht, është i saktë, po ai dëmtohet shpesh nga prirja e vazhdueshme e autores për ta tepruar argumentin e saj. Një nga problemet kryesore është atribuimi ekskluziv i veçorive arkitekturore burimeve islame, ndërkohë që ndikimi i Bizantit, i Karolingëve dhe traditave vendase evropiane anashkalohet ose zhvlerësohet. Për shembull, ajo identifikon dentilet venecian dhe harqet e verbra si veçori islame, megjithëse pranon se ato gjenden edhe në Hagia Sophia, një strukturë bizantine ndërtuar në vitin 537 e.e. Arsyeja e saj për të përjashtuar ndikimin bizantin është thjesht koha dhe gjeografia që nuk kupton afërsinë. Ky është një arsyetim i thjeshtuar që shpërfill ndërveprimet shumë më komplekse mes lindjes dhe perëndimit të krishterë gjatë shekujve. Po ashtu ajo anashkalon rolin e lombardëve, frankëve dhe popujve të tjerë gjermanik që ndikuan arkitekturën në Evropën veriore. Përshkrimi i saj për Siçilinë ignoron faktin që një komunitet i madh grek-bizantin ka qenë i pranishëm në ishull që nga shekulli i 6. Ajo shkruan, në asnjë vend tjetër evropian nuk pati një përzierje kaq të plotë të popujve dhe kulturave arabe dhe normane, duke ignoruar praktikisht ekzistencën e bizantinëve. Në fund, libri rrëshqet në një qasje ciklike. Kudo ku gjendet mjeshtri e lartë në ndonjë monument romanesk, supozohet se është vepër e zejtarëve musliman.
Dark shpesh duke se refuzon idenë se evropianët mund të kenë zhvilluar vetë teknika artistike apo arkitekturore, ose se këto teknika mund të kenë ardhur përmes transmetimit të ndërlikuar kulturor dhe jo përmes imitimit të drejtë për drejtë. Si përfundim, Islamesk është një libër provokues dhe ambicioz që sfidon supozimet e rrënjosura thellë mbi origjinat e arkitekturës mesjetare evropiane. Diana Dark ofron një kujtesë të rëndësishme dhe aktuale për ndërlidhjen historike mes qytetërimeve islame dhe atyre evropiane. Thirrja e saj për të njohur kontributet e zyrtarëve muslimanë është me vlerë morale dhe intelektuale dhe me vlerë historike po ashtu. Dhe rrëfimi i saj është i pasur me përshkrime vizuale dhe materiale. Megjithatë, ndikimi i librit zbehet nga mangësitë metodologjike, pohimet e egzageruara dhe mbështetja në dëshmi spekulative. Në përpjekjen e saj për të përmbysur një rrëfim të njëanshëm eurocentrik, ajo rrezikon të bie në një njëanshmëri tjetër, që përjashton ndikime të rëndësishme jo islame. Teza e saj do të kishte qenë më bindëse nëse do të mbështete në një qasje më të ekuilibruar dhe kërkimore, që njeh origjinën e shufish të stilit romanesk, duke nënvizuar njëkohësisht rolin e vërtetë të mjeshtrave musliman. Megjithatë, Islamesk arrit të hapë një debat të rëndësishëm mbi këmbimin kulturor dhe historinë e arkitekturës dhe inkurajon kërkime të mëtejshme. Edhe aty ku dështon, libri ofron një kujtesë të vyer se trashëgimia monumentale e Evropës është ndërtuar shpesh nga duar të harruara, që flisnin gjuhë të tjera dhe i përkisnin feve të tjera, për që lanë pas një trashëgimi që ende qëndron në këmbë.